Me një atmosferë festive, interpretime artistike dhe pjesëmarrje në ansambleve nga vende të ndryshme të rajonit, ka përfunduar në Korçë edicioni i 8 i festivalit Shpirti i Ballkanit. Për 2 net me radhë, pazari i vjetër u shndërua në një skenë të kulturës dhe traditave ballkanike, duke sjellë pranë publikut muzikën, vallet dhe kostumet karakteristike të vendeve pjesëmarrëse. Artistët pjesëmarrës vlerësuan organizimin e festivalit dhe mikpritjen korçare, duke cilësuar këtë aktivitet si një mundësi të rëndësishme për promovimin e kulturave dhe forcimin e lidhjeve mes vendeve të rajonit. Kultura jonë është shumë e bukur, për ne është shumë e veçantë. Ne kemi këto tradita të trashëguara. Kjo është veshje maqedonase, veshje tradicionale kombëtare maqedonase, dhe ne e veshim në tubime dhe aktivitete të ndryshme. Është vërtet shumë bukur, të gjithë jemi bashk, këngë, valle dhe veshje të ndryshme, gjithçka është e ndryshme, por shumë e këndshme. Po kalojmë shumë mirë këtu. Qyteti është i bukur, interesant, ka vende ku mund të shëtisësh dhe ka tradita. Ne përfaqësojmë Malin e Zi dhe do të interpretojmë 2 valle tradicionale, po e shijojmë shumë festivalin, është shumë bukur. Më pëlqen shumë, është shumë bukur. Ne do të interpretojmë 2 valle tradicionale. Ky është një festival që sjell bashk shpirtin e Ballkanit, ku janë edhe shtete të tjera pjesëmarrëse, dhe është një festival shumë i rëndësishëm për qytetin e Korçës. Ne do të interpretojmë vallen Kopanica, ajo vjen nga Sofia, nga Bullgaria, dhe kjo është një veshje tradicionale bullgare. Vim për herë të parë këtu dhe po e përjetojmë këtë festival. Atmosfera është fantastike. Në përfundim të festivalit, ansambli i Maqedonisë së Veriut u vlerësua me çmimin e madh të edicionit të 8. Shpirti i Ballkanit konfirmoi edhe një herë rolin e tij si një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të verës, duke e kthyer Korçën në një pikë takim të traditave, artit dhe miqësisë mes popujve të rajonit.